Dita e 10 e grevës së naftarëve në Marines ka filluar me intubim përpara zyrave të kompanisë Bankers, ku me pankarta nduar kanë shprehur vendosmërinë për të shkuar deri në fund plotësimit të kërkesave të tyre. Sipas kreut të sindikatës së sektorit hidrokarbur Dritan Shau, gjatë këtij intubimi përfaqësues të kompanisë kanë fotografuar e filmuar punonjësit, një formë presioni që është ndjekur si taktik nga ata edhe gjatë intubimeve të mëparshme. Sot jemi në ditën e 10 të grevës së orisë dhe ditën e 10 të grevës ku punonjësit kanë pezulluar punën dhe na bashkuar ne. Ne sot në mëngjes në orën 7 kemi dalë përballë zyrave të kompanisë Bankers, ku kemi bërë thirrje për të realizuar kërkesat tona. Ne kemi vendosmërinë për të shkuar deri në fund. Gjithashtu, një grupim nga organizatat shoqërisë civile na janë bashkuar, kanë dalë sot përballë ministrisë për të treguar dhe ata mbështetje ndaj nesh. Djemtë janë të vendosur për të qëndruar deri në fund. Ajo që kemi kërkuar është rritja e fondit të pagave, dhe shpërndarja e fondit për pagat e ulta. Për pagat për punonjësit që janë në fushë, për punonjësit që punojnë aty 24 orë në 365 të vitit, në kushte të vështira, në shi, në borë, në breshër, në temperaturat të larta dhe të ulta. Nuk ka pas reagim, përveç se drejtuesit të fushës një shtetas kinez, i cili ka ardhur dhe ka bërë foto dhe video punonjësve, duke ofruar duke bërë foto dhe video, kemi thënë që mos intimido punonjësit. Kryesisht këto foto dhe video përdoren për të thënë punonjësve më vonë që ti ke qenë protest, ti ke qenë grevë. Dhe kështu është bërë praktik dhe më përpara, ku ne kemi zhvilluar 3 tubime përpara se të zhvillojmë dhe grevën, dhe punonjësit janë thirrur në zyrë dhe është thënë ti ke qenë pjesë e tubimit, Është thjesht formë intimidimi. Deri tani ka kthyer përgjigje vetëm Inspektorati i Punës, i cili ka hapur një çështje për inspektim. Kanë njoftuar që ka hapur çështje për inspektim. Ndërkohë, gjendja shëndetësore e 10 anëtarëve të Këshillit Sindikal, të cilët janë në ditën e 10 të grevës së orisë pa afat, përkeqësohet nga dita në ditë. Sotiri Dano dhe Dorian Dylmishi pohojnë se janë të vendosur të rrezikojnë edhe jetën e tyre për të mos u tërhequr nga kauza, ndërsa shpreh keqardhjen që fusha naftmbajtëse është pa mbikëqyrjen e tyre. Gjendja është e rënduar, është goxha e rënduar. Një prej kolegëve tanë dje do e mori ambulanca se nuk e përballën dot më. Kishte me tension të lartë, me aritmi, po edhe në të tjerë drejt asaj do vemi. Me çfarë? Ne nëse nuk na nxjerr ambulanca, këtu do jemi. Domethënë rezistenca jonë deri në pikën e fundit. Derisa mjekut na thot dilni se është çështje serioze. Na vjen keq se s'kemi asnjë reagim nga kompania, sepse thonë që jemi një familje, ndërkohë familja në ditë vështira duket. Përdesa e pohojnë që jemi një familje, do thotë që duhet të interesohet për ne. Të njerëkës, po. Ca të njerëkës, ca të nënës këtu. Megjithatë, familja thash interesohet për fëmijët e vet, për familjen e vet, ndërsa këta nuk interesohen fare. Situata është shumë e vështirë për ne. Dje isha vetë i parë që lajmërova ambulancën pasi isha shumë me tension të lartë, nuk po doja dot më. Por erdhi më bën një injeksion edhe më thanë për të dalë, por nuk dëshirova. Do vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Kauza e jonë është e drejtë, është mbi të gjithëve ne. Nuk po kërkojmë asgjë për veten tonë. Është një kauzë shumë e madhe. Do vazhdojmë të qëndrojmë, nuk largohemi. Deri sa të mbajmë, patjetër që po. Është kauzë e drejtë. Ne të gjithë këtu kemi familje jashtë, me zi presin ne të dalim, por do durojmë. Unë jam operator prej 10 vitesh në këtë kompani. Financiarisht, disa trajtojnë mirë, disa shumë keq. Nuk ka një standard në të njëjtin pozicion. Nuk ka standard. Ne këtë kërkojmë. Krijojmë standarde për njerëzit, sepse po punojnë në kushte të vështira. Është diçka e drejtë që kërkojmë. Nuk po kërkojmë. Na vjen shumë keq. Ne jemi fusha e jona. Ne nuk duam të ikim. Do rrim këtu, do qëndrojmë. Kinezët dhe kushdo tjetër, kushdo ta marrë kompaninë, do iki një ditë. Jemi shqiptar, jemi këtu. Po punojmë për veten tonë, për familjet tona. Kemi lënë familjet jashtë për qëndruar këtu. Do vjen shumë keq. Realisht presim një zgjidhje nga kompania. Inxhinier por të mirë, kështu jemi ne, thonë inxhinier të rinj Valter Nukaj dhe Arti Bajrami, të cilët prej vitesh nuk njohin rritje page. Kryeministri thotë që punë ka, por profesionist jo. Ne ja ku jemi, le të na vlerësojnë tonë ata një zëri. Po, jemi të vendosur deri në fund, sot është dita e 10 e grevës së urisë dhe grevës së përgjithshme. Ne jemi të vendosur ta çojmë deri në fund, sepse është një drejtë që na takon. Ideja është që ne po na trajtojnë jo si
inxhiniera, sepse ne kemi mbaruar shkollën, kemi investuar për këtë punë, ne duam vendburimin në shtijoni, e duam këtë profesion për cilin kemi studiuar. Dhe nuk po na trajtojnë si profesionista, se ideja është, thot kryeministri, që punë ka po s'ka profesionist. Ja ku janë profesionistët, jemi inxhinier, kemi mbaruar shkollën dhe unë kam 7 vjet që punoj në këtë kompani dhe paga ime neto është $700. Nuk e di se si mund ta mbash një profesionist me $700, nuk e di, këta e din, por ideja është ne jemi të vendosur deri në fund, të japim zgjidhje, të trajtojmë me dinjitet ashtu siç na takon. Kemi kërkuar dhe herë të tjera më përpara dhe kompania gjithkohës shkon me mospërfillje, domethënë është e njëjta histori, e përsëritur. Nuk është se është e vështirë të arrish te drejtuesit e kompanisë, por e vështirë është të marrësh atë që ti do dhe të trajtohesh ashtu siç ne meritojmë. Apeli për institucionet, siç e thash dhe për kryeministrin, ne kemi vënë ndjeni, kemi nisur një letër zyrtare, është që të reagojnë sepse kjo është situata, është si është dita e 10 sot edhe nuk kemi një reagim as nga institucionet. Po, e vërtet, kemi mbaruar për inxhinieri, shumë prej nesh këtu, siç dhe kolegu e tha, vuan shtetit kërkon për profesionist, por mendoj që nuk e marrim atë që meritojmë, nuk marrim as minimumin. Vazhdojmë, jemi këtu ditë e 10, siç edhe shihet, ne nuk dalim kot. Nuk dalim se kemi shefe, po dalim. Po dalim për kërkuar disa të drejta tona minimale. Ka pasur dhe kërkesa herë tjetër nga ana jon, po vlerësimet kanë qenë në nivele shumë minimale. Jemi të vendosur për këtë gjë. Gjithashtu dhe unë dua t'i bëj thirrje të gjitha institucioneve, Ministrisë Energjetikës, AKBN-s, Kryeministrisë. Jemi këtu o vëlla, po kërkojmë të drejtë. 10 ditë, nuk ka ardhur nga asnjëri për ne të pyesë të interesohet, 10 ditë. Gjithsesi jemi të vendosur edhe shpresojmë që të arrihet një marrëveshje sa më shpejt. Ndërsa kompania nuk ofron asnjë zgjidhje konkrete, naftarët ende nuk kanë asnjë përgjigje as nga kryeministri dhe as nga ministria përkatëse.